Zgjodhën Shkodrën për të kaluar disa ditë pushimi duke pronotuar dhe apartamentin përmes Airbnb, por qifti nga Amerika përfundoi një akt tragjik. BS, 57 vjeç, ka qelluar me thik bashkëshorten e tij, 53 vjeçaren, e identifikuar si SH, e cila ka humbur jetën nga plagët të marra. Në marrjen e informacionit, policia mbriti në apartamentin në rrugën At Shtjefen Xheçovi, ku edhe burri i vrasës është konstatuar me plagë të thikës në duar. Për këtë 57 vjeçari u dërgua në spital për mjekime të mëtejshme. Në deklaratën për media thuhet se ai ka qenë në gjendje të dehur, ndaj edhe akti dyshohet se ka ndodhur për konflikt banal dhe si pasojë e konsumimit të tepërt të alkoolit. Tashmë provat e grumbulluar si dhe dëshmia që ai do të jap do t'i shërbejnë prokurorisë për zbardhjen e plotë, si edhe procesi gjyqësor ndaj tij. Ky është rasti më i rëndë në dekadën e fundit, ku viktimi është një turiste, ndërsa Shqipëria ka njohur një rritje të ndjeshëm të vizitorëve nga jashtë.